Përshëndetje, jemi Mise dhe sërish në këtë kanal. Më bëhet shumë qejf që kërku në këtë video. Sot kam vendosur t'ju marr me veten, ndërkohë që duhet të ndroj gjithë pozicion e llomës së pritjes, sepse modelin ndroj gjithmonë e bëj si form I ose si form L-ja, por form L-ja është del gjithmonë lloma e pritjes më bukur, kështu që kam vendosur t'ju marr me vete dhe më vonë ndoshta do rregulloj edhe llomën e gjumit që do bëj një makeover për llomën e gjumit, nëse e merrni vesh për çfarë e kam fjalën. Kështu që erni me mua të pastrojmë llomën e pritjes me mua së bashku. Të rregoja në momentin që si e kam tash formën kështu si I, unë ta bëj si L-ja dhe do pastroj gjithë pjesën e llomës së pritjes sepse kam kohë dhe ta shfrytëzojmë tani dhe ta pastrojmë së bashku. Jani me mua. Aty mungojnë dhe 3 pjesë që nuk e di se ku I ka hedhur, se nga paketa e nxorri, por unë do t'i iki patjetër tani, se do ikit më shumë, ka vetëm 6 pajqerek, kështu që do iki se do iki me makinë deri atje, edhe do rikthehemi sërish.
E di njerëz, kam vazhduar shumë gjatë këte video. Shpresoj që mos jeni mërzitur, po unë jam lodhur me vërtet shumë, sepse llomin e pritjes e pastrova të gjithë edhe kuzhinën komplet. Kam rregulluar dhe rafte nga mrena, do ju tregoj tani. Do bëj një fshes korrentit, edhe do ribas, edhe mbaroj filmin. Se sot ora është 8:30, do bëj gati fëmijët për në gjumë që të flenë natyrisht, do bëhet vonë se për shkollë dhe për kopësht. Ju tregoj edhe këta pjesë që pastrova dhe përfundova me llomin e pritjes dhe me llomin, me kuzhinën. Edhe nesër do vazhdoj videon për llomin e gjumit dhe llomin e kalamajve dhe për banjë do bëj diçka ekstra. Kështu që ju tregoj shpejt herë edhe shikoni si jam bërë una katastrofë. Siç mund të shikoni, i kam paluar gjithë enët edhe të tjerët, i kam që kishin për të larë edhe i kam se mu këtu. Gjithashtu e kam bërë dhe këtë rezervave dhe këtë pjesa e kalamajve. I kam ranit, i kam palosur të gjitha, kështu që i kam gati. Edhe këtë raft, mi hoqë gjitha, pastrova, i vura prap në vend, gjithashtu edhe në anë tjetër. Prova me ju tregu frigoriferin, kështu që ky është rezultati, i kam pastruar të gjitha njerëz, kështu që edhe kjo është mbaruar. E kësaj video, kështu që kam janë një orë, më thënë drejtën që po marrë me punët, po në video shikoni që unë jam duke bërë videon shumë shpejt që mos të kem shumë editim në videon time, pra na e gjithmonë kursej. Edhe më thënë drejtën, tash se alla marrova llomin e gjumit, më thënë drejtën, i vura të pikat e reja dhe mbulesat e re që ju kam treguar. Kështu që do vazhdoj me pjesën e tualetave, kështu se këtu e kam katastrofë, shikoni. Dhe sa këtu pjesa është në rregull, se këta gjëra do ikin edhe do vjen i blej një raft tjetër këtu për të vendosur gjërat. Dhe sa këta kutiet i keni gjithmonë lodet e kalamajve. Kështu që do vazhdoj me të pastroj këtë pjesën edhe do ju marr me vete. Me fjalë ky vlogu ose ky video do vazhdoj 2 ditë sepse brenda një dite nuk mund të abosh çdo gjë. Edhe do pasoj pasqyrën ndërkohë se harrova, tash që më ramenja. Edhe do më me vete, pra na erni mu të vazhdojmë të pasojmë së bashku shtëpinë. Hej njerëz, ndërkohë që ka kaluar shumë orë më vonë, jam veshur, jam bërë gati e të tjerë, dhe më thënë të drejtën, kur isha duke bërë edhe pasrimin e dhomës, si që kini parë, më është fikur telefoni dhe nuk e kam kuptuar, edhe kështu që harrova ta fusja telefon në karikim, kështu që ndërkohë që po pastrosha banjën dhe dhomën e fëmijëve, vendosa atëherë edhe telefonin në karikim, ndërkohë që nuk mund t'i leja punët për gjysmë, kështu që mbarova punët e mia, kisha disa ternime, edhe siç që keni parë që kam bërë pastrimin e dhomën së pritjes, kuzhinës, edhe dhomës së gjumit. Edhe kështu që ka shku ora shumë vonë, jam duke edituar shumë video, se kam bërë shumë video, edhe jam duke edituar, duke bërë foto, jam duke u marrë me idetë e mia që kam tani, edhe du të shfrytëzoj rastin që mos të më humben idetë e mia, dhe shpresoj që t'ju pëlqejë kjo video e pastrimit së shtëpisë time. Nëse doni më shumë se këta video, mos harroni të bëni një like, një subscribe, edhe një koment dhe shihemi në videon e radhës. Paqim!